zgjedh me qenë fytyrë publike. Jo, dallon, unë besoj që dallon e përmeni edhe parafolsi Redioni çështjen e Luiz Eillit. Luiz Eilli edhe para se të futet në Big Brother Albania ka qenë figurë shumë e fuqishme. Domethënë ne nuk mund ta marrim një krahasim, me marrë me shtin një paralel mes Luiz Eillit edhe Xhesit për shembull se një figurë tjetër, për shkak se Luiz Eilli është një figurë shumë më e madhe, ka qenë një figurë shumë më e madhe edhe para se me hyjë në Big Brother Albania, e pastaj që ju ka rrit fama ndërkohë pak më shumë. Dallojnë, janë dy raste të ndryshme, nëse krahasojnë për shembull me Xhesin ose me banorët e tjerë, domethënë janë dy raste të ndryshme. Të paktën unë e shoh ashtu. Ndërsa sa i përket kësaj që friksohen shumica e personave ose artistëve eminent friksohen të hyjnë në Big Brother, kjo tregon se ata çka shfaqin në jetën e tyre publike dhe ata çka jetojnë në jetën private ka një farë diskrepancë në mes tyre. Pra, kjo është argumenti më i mirë që Big Brother është skenar, pra është skenar i përgatitur, një lojë e përgatitur e cila bëhet aty edhe ai që mund të jetë më i qëndrueshëm do të delë në fund i suksesshëm dhe fitimtar. Nuk muj me thonë që është që Big Brother është një lojë e fortë dinamike.